Morët pjesë në votim? Patjetër se po. Do jeni mund pjesë të seancave plenare? Jo. Nuk do vini më në parlament? Jo, as në parlament as komision derisa të ketë një vendim formë shprehur nga gjykata. E pat sot zhvillimet e seancës plenare? Por dha? I pat sot zhvillimet e seancës plenare? Po për çfarë erdhët sot të prenga? Përse u futët brenda në seancë dhe dolet pas 2 minutash? S'ma ndalos ligji as kushtetuta. I votova në 33 të kushtetutës mos gaboj. Ju ke dërguar një letër ku vetë pezulluat? Po nuk thash se s'do marr pjesë. Pezullohem nga gjithë aktivitetet e parlamentit. Votuat sot? Patjetër se po. Ishte vendim personal që morët për pezulluar? Patjetër se personal. Po patjetër për dërgetet e presidentit. Po vetë pezullim çfarë do thotë? Vetë pezullim s'do marr pjesë derisa të kem një formë vendimi gjykatës formës prerë. Mund t'ju digjet mandati kështu? Jo, tani jo, për 6 muaj s'digjet tani. Do merrni pjesë pas 6 muajsh. Do vinë seancë. Shohim vendimin e gjykatës. Po nëse Rasti gjykata shprehet negativisht, unë s'do marr pjesë, s'do jem më në politikë. Rasti do shprehet pozitivisht, do shohim të ardhmen time. Faleminderit.